الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لازم تندروا مسلمان جمعنا كالونا كم يكون إن شاء الله تعالى cila është rruga e drejtë dhe cila është rruga e shejtanit që të shpinë në xhehenem. E kemi kuptuar inshallah taala që në din të Allahut, në fejtë Allahut nuk ka mangësi. Allahu xhaleshanuhu me dëshirën e tij e ka plotësuar këtë fe. Nuk ka lënë mangësinë këtë fe. Nuk ka lënë që me uqut dikush dhe me thonën unë e po du me plëcu këtë fe, unë e po du me shtu dishka, se po mdu këtë mangë kjo fe. Elhamdulillah, Allah e ka plëcu me vdekjen e pejgamberit alayhis salam, e ka plëcu këtë fe dhe nuk ka lënë mangësi në këtë fe. Kurse si që kemi thonën, në çështjet e dunjas ka shumë mangësi, edhe pse mundohesh me i plëcue punët e tua të dunjajës, apo punët e mia, punët e dunjajës, prap mesin të mangëta, prap nuk plëcohet, kurse dini Allah xhaleshanuhu është i plotë dhe nuk ka mangësi. E kemi mësue në fund që kemi thonën se Muhamedi alayhis salatu wasalam kur erdhi në Medinë i pa popullin e vet në xahiliet, në ignorancë, në pabesim, që i kishin pas disa festa të tyre duke i festuar. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam fa Allahu ja ka zëvendësu këto festat e juve me 2 festa tjera. Edhe kemi thonën jo ma shumë festa se 2, jo as mes, as 10, as 20, as ma shumë, se populli jonë ju ka ngatru këtë din, ju ka ngatru kjo fe, dhe po e shtremojnë këtë fe që po dojnë, tek po dojnë, po morin ku po dojnë, po qesin ku po dojnë, si pas dëshirave tyne e kanë po këtë fe. Jo, po i dashur musliman, pejgamberi alayhis salatu wasalam e keni tha me hak, e keni me drejt. Allahu ja ka zavendësu këto 2 festat e juve me çka? Me Fitr Bajram edhe me Kurban Bajram. Muslimanit Allah i dashur musliman, për me morë jërne në çështje dunjas, për me morë jërne
në çështje ekonomike, në çështje politike, kur nuk babun dështim në fe, lejohet me marrë jërnek edhe jashtë atyne që nuk janë musliman. Lejohet me marrë jërnek në asfaltin, me qyrë që kanë ndreq asfaltin. Ata me marrë jërnek edhe ti me ndreq. Një fabrik, një ndërtesë, lejohet me marrë jërnek. Të janë musliman, ata cilët janë krishter, apo jahudi, apo të feve tjera. Kurse muslimani e ka të ndalume. Kur të dojmë të ndalume e ka haram. Se na ndoshta po e dina haramin, por po praktikojnë haramin. Po e dina halalin, por nuk me e veprojnë halalin. Allahu Gjeleshanu në i kanë ndalu neve fejën e tjetër kuj me e morë me e përzi me fejën tonë. Haram e ndalume. Me i morë miq, shurë, dashamien, krishtat edhe jahudit e kemi ndalume haram. Si në festat, si në çdo sen, në fejën tonë e kemi haram të ndalume. Dhe duhet me e ditën këtane, mos me e përzi fejën tonë me fejën e tyne. Sikur ata që nuk e përzi fejën e tyne me fejën tonë, ne e kemi fejën tonë, ata e kanë fejën e tyne. Apo dojna me u konë musliman të plot. Musliman që shdojnë Allahu dhe Resulullah a.s. Jo që shdojnë na. Nëse jemi bon dhe thëtë rëmë të Allahut, të bëmi rëmë të Allahut. Jo rëmë të papës, e rëmë të vorit, e rëmë të magjistarit, e rëmë të muzikës, e rëmë të pasunijës. Po të bëmi rëmë të Allahut Gjeleshanu. Nëse dojna na me u bo rëmë të Allahut, besimtarë, jo si pas duakave tona, por si ka thënë Allahu dhe Resulullah a.s. Atëherë nuk na lejot fejnë tonë me përzi me fejnë e krishterëve të jahudive. Nuk po tha une, por ka thënë Allahu. E këshyrmi tash ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur thamë Allahu ka thënë, ajo është ka thënë Allahu në Kur'an. Kur thamë që ka thënë pejgamberi sallallahu është hadithe të Resulullah a.s. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. O ju besimtar, o ju rob të Allahut, o ju musliman, që po i thoni vjetit musliman. La tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Mos i merrni për miq as jahudin as krishterë. Mos i merrni për miq në fenë tuaje. Sa ata e kanë fenë tyne, ju e keni fenë juve. Mos e përzini fenë tuaj me fenë tyne. La tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Mos i merrni as jahudin as krishterë miq. Pastaj vazhdon Allahu thotë: "Ba'duhum awliya'u ba'd." Ata do të janë miq njëri tjetrit. Jo miq me juve. Ata janë miq do të çka nër medveti kurse armik çka kundra muslimanëve. Allah po e thotë ta. Xhamatin të rrugë Allah po thotë çka? Mos i merrni miq jahudit edhe krishterë, se ata nuk janë miq me juve, po ata janë miq njëri tjetrit. Pastaj thotë Allahu: "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." Subhanallah. Thotë Allahu kush i merr miq dhe bën miq me ta në fenë e tyne, e përzin fenë e vet me fenë e tyne, subhanallah. Allahu na. Çka do? Ndodh që ti je miq me ta. Nuk je miq të thotë musliman. Zoti na ruaj. Je largu prej fesë, ke dalë prej fesë, dhe që më konë musliman i pastër, musliman i mirë, e ke gatru fejnë tonë me fejnë e tyne, dhe ja posh harin, subhanallah. Jo hajtë po shërë, se ja posh harin në përtush në punë të mira, po ja posh shërën Zotin Arut. Edhe qka, bon shmeq me ta dhe del prej fejës. Pastaj Allah në fund thot: "Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Dhe thot Allah në fund të ajetit: Allah nuk e udhëzon, nuk e drejton një popull që o zullumçar. Ndaj kujna zullumçar? E kemi tregu do thot zullumin dalë në 3 lloje. Zullumin ndaj Allahut, zullumin ndaj vetvetes, mos kryejmë obligime tua ndaj Allahut, dhe zullumi çka i joti ndaj njerëzve. Allahu kur ti ka një njeri e këto zullume,
Allah nuk e udhëzon në rrugë të drejtë. Çka thot Muhamedi alayhi salatu wasalam? Por këtë punën me morë mes për me pasu ata cilët nuk janë musliman. Krishterë jahudi, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kush i përngjan i popullit? Çka thot? Është prej muslimanëve? Ja. Kush i përngjan fe një popull tjetër, jo musliman, krishterë, jahudi, feve tjera që ekzistojnë me 100.000 fe tjera, thot është prej tyre. Ne e dim shumë mirë, po i shohim katastrofa, po i shohim popullatën, po i shohim tërmete, po i shohim duke tek njëri se ma mirë prej kancerit, prej rakit, prej smujve të ndryshme. Dhe po çuditni, mos po çudit. Por e deri sa njeri ju të thot e përzin fejnë e vetë me fejnë e tjetër kuj. Por deri sa largohen njerëzit nga rruga e Allah subhanahu wa ta'ala, e lojnë pasimin e Rasulullah alayhi salatu wassalam, por deri sa e besojnë halal gurin, e besojnë drunin, e besojnë zjarrin, e besojnë lopën, mos u çudit që Allah nuk çon dënim në atë popull. Por deri sa i thojnë vetit musliman dhe nesër është i 31 e festojnë vitin e ri subhanallahu. A ka mundësi, sot jemi rahat, jemi qek, jemi mirë, nëse prama me në goditi të dënimi Allah. Në nuk e di, nuk i kemi ato kompetenca. Por a ka mundësi, se për deri sa i thojnë vetit musliman, i thojnë rob të Allahut dhe e stilizojnë në shtëpinë tonë, me drita, është haxhi, është musliman, është namazxhi, është robi Allahut, dhe e stilizon shtëpinë e tina, me drita me apa pris largit, ajo është heshije shejtanit. Ajo është heshije krishterëve dhe jahudive, nuk është heshije muslimanit. Shtëpinë tonë në mrejna, është i bredhit, është i pishën. Pse? Pse pisha bredhit pjefat. Prej kajtë me fati, prej kajtë me mira, a vjen prej pishësa? Vjen prej Allah subhanahu wa ta'ala. E rrejnë fëmijën tanë, o djallë njëmër që kemi ta kumplun këtë dhura, se ta ka pru babadinë. Subhanallah, mësën qysh në vazhdim fëmijën tanë, ne rrejnë tanë. Pse? Ta ka pru babadinë, ta ka pru këtë dhurat. Shejtani ta ka pru. Subhanallah. E mësën qysh në vazhdim fëmijën tanë, ne rrejnë tanë. Allah e dashur musliman. Prej shenjave të kiametit, është që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, do të vjen koha, jemi afër kiametit, por na nuk e dina. Dikush thot, në 2010, janë 10, 12, 20, vend 2020, supon 2020 shkallë. Nuk bëhet kur thojmë na, edhe kur thojnë ata media, shkencëtarët e dietarët jo islamit ku e di kanë caktuar datën filan datën ka mundu kiamet jashtë. Çka ka thonë Allah te veçan? Kur ka menduar kiameti nuk e di kush përveç Allah subhanahu wa taala. As Muhamedi alayhis salam nuk e ka ditë se kur ka menduar kiameti. Por çka? Shenjat e kiametit janë shumë ta që i ka përmendur Muhamedi alayhis salam. E prej shenjat e kiametit është tash muslimanët. Cilët i thojnë vetit musliman, ka thonë Muhamedi alayhis salatu wasalam, do të vjen koha që muslimanët do t'i pasojnë. Çka thotë? Që po e lexojmë hadithin e pejgamberit alayhis salam, do t'i pasojnë ata që vinë para jush. Pllën pas pllënve, krah pas krahut. Edhe nëse kanë menin vrimën e harrocës, thotë Muhamedi alayhis salam, edhe ju aty keni menin. Thojnë sahabët ja Rasulullah, kush janë këta që na kena me i pasu ata? Thotë nuk janë të tërkosh përveç jahuditë dhe krishterët. Prej shenjave të kiametit, muslimanët kanë me e pasu e krishterët dhe jahuditë edhe nëse hinë primën e ardhosës edhe na kena me. Subhanallah. A ban muslimani me komshton? A ban muslimani me u krenu më mburë që është musliman, dhe me u largu të thot prej feve të ndryshme. Por, duhet me u krenu dhe duhet me u mburë që jemi musliman. Dhe nuk duhet me u prigu që jemi musliman. Duhet ka
e tyne shka janë, jërnekin e tyne në dunja shka janë, ban me e morë. Jërnekin e tyne në fe, nuk ban me e morë se kemi thonë gjumon e kalume se kjo fe, është e plot dhe nuk kalon Allahu mangësin këtë fe. Apo dojna me hi në islam krej komplet, apo po dojna me hi këtë na ukona, mire e morëmi. Kus na ikona, s'prish punë, e morë një dhe të përfe. Fitër bajrami edhe kurban bajrami, e kemi me hak me festuar. Por, hajde e festojme dhe vitin e vitë, subhanallah. Hajde e festojme dhe krisht lindjet, subhanallah. Krisht lindjet. Krisht dhe të qka? Krisht i Jezus se mja festu ditë lindje në Isajt a.s. Kur mja festojnë ditë lindje në Isajt a.s. A 12, a 15, a 25, nuk kanë datë saktume edhe ata dhe thëtë se kur me festuar. Pastaj a ka thonë Isai a.s. Apo Muhamedi a.s. A ka thonë në festomani ditë lindjen? Ja. A ka thonë Muhamedi a.s. Na duhet me dash besimi i muslimonit është me dash mas shumëti Allahun pastaj pejgamberin a.s. Por çka? Dashuria e Allahut dhe pejgamberit a.s. a manifestohet me ditë lindje? Dashuria e Allahut dhe pejgamberit a.s. manifestohet me dashuri ndaj Allahut dhe pejgamberit a.s. Me pasim të Allahut dhe pasim të Resulullahit a.s. Me qurmat e Allahut dhe pejgamberit a.s. porosin që ne ka dhënë dhe me u largu nga ajo që na ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi a.s. Çka thot Allahu në Kur'an? Ne këtë dina suratul Ikhlas. Cila suratul Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu është një i vetëm. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Çdo njëri prej neve kemi nevojë për Allahun. Dhe të gjithë na duhet të mbështetet Allahun. Allahu nuk është dy. Allahu nuk ka evlat. Lem yelid wa lem yulad. Allahu as nuk ka lindur, kërkan as nuk është i lindur Allahu. Allahu nuk ka familje. Allahu nuk ka evlat që shja përshkruan Allahu xheleshanu Isa a.s. Biri Zotit subhanallah. Hasha lillah, kjo është larg prej Allahu xheleshanu. Kjo nuk ka lidhje me Allahu xheleshanu. E me festume me ngrit Isa a.s. jashtë mose. Na nuk e dojna Isa a.s. Ma shumë se ta e dojna, por na nuk i thojna biri Zotit. Nuk i thojna Zot. Edhe kjo ka lidhje krishtlindjet me ditëlindjen e Zotit, Zotin na rujt. Ata thojnë edhe na të festu ditëlindjen e Zotit. Kemi kujdes vllazni musliman. Trumi për këtyne zgjeseve, për këtyne seneve. Mos ta përsim fen tonë me fen e tjetër. E kam me hak. E kam me drejt një kallëzue. Sante. Ku me di sa njeri dhe të bëhet pi alkohol, të nga që përdurët bëhet qyk Zotin arrujt. Ku me di sa njeri dhe të sante ban gjuna këcejnë, valzën, e ngon muzike me harame, me ku me di se shka. Por nese kur dalme për Allah, mos i thuj Allah nuk e këmë dit. E ke dit vallahi që festa e vitit 3 apo krishtlindjet nuk janë prej Islamit. Edhe janë haram e ndalume me festuar. Me u largun nga e keqja, është krenari. Ke vendos sante. Tash, do shta prish dikush ka ble, do shta i ka von 50 euro, 100 euro harxime për sante. Ka ble Zotin arrit me alkohol. E me hange, me pije, ku me ditë se shka. Por edhe nëse i ka ble, alkoholin që i ka ble për hir të Allahut, jo për hir të hoqës. Le ta merr, le ta than, le ta ban pik atë alkohol, le ta der. Për hir të Allahut. Wallahi ki se vape. Wallahi Allah ka me shpërblyje. Jo për hir të hoqës, për hir të Allah, se Allah ta ka bë haram, jo hoqja. Dhe nëse ke vendos sonte me shku në dyqan, supermarket, a ke vendos me shku në Ferizaj, në dyqanet e mloja, dhe me gle me mush kërë 100 euro, 150, 200 euro, ku me ditë Allahu alem, Allah e disa parja sonte hargjitët. Ke vendos, thu janë. Jo për hir të Allahut sonte nuk kam e bon kur gjëm këtë namë, se nuk është festa jene. Nuk është fest islame. Kam u largue prej këtij harami, se prej kësaj punët në dytë, se Allah ma ka bo haram, për hir të Allahut dhe qatë pare nuk i hargjitin haram.
Dhe Allah nuk ka me u konë i knash me ty, o robi Allah. Fëmijën tane ki me hak. Nëse fëmija lakmon, me lakmun në të keqe, është keq. Me lakmun në të mirë, mundojo edhe pse ndoshta nuk i kushtet, mundoja me apëtsu kushtet fëmijës tane. Por me lakmun në të keqe, e ki obligim edhe dush me i thonë fëmijës tane, jo o biri janë. Jo o qika jene. Kjo fest nuk është fest e jo. Këtë fest me e festu e kemi haram të t'galime. Është mirë. Është mirë dhe duhet me thonë obligim e ki. Por ka një herë, ka raste që fëmija është i hajri, e baba është mos vetëveq. Baba është i qëtë fare. Por elhamdulillah Allah Gjeleshan që ja ka uzu e vladin, ka shumë raste, ka raste që baba e nana kur nuk falë namaz, e vladit i djali, baza e ti, falë namaz dhe qikën e ka me mbulesë. Elhamdulillah u falë namaz, jam të hajri. Por elhamdulillah nuk është madhe me mërë këshimën edhe prej vladit. Ndështa e vladit thotë, o baba jam, ki kujdes dhe të t'jo Allahu, mos blej sante kur gjohë se kjo fes nuk është e jona. Mos blej alkohole, mos blej kumedi se shka se kjo fes nuk është e jona, nuk është e islamit, nërë këshimën prej vladit. Nërë këshimën se kemi Allah hajrit, dhe Allah ka me shpërbly edhe tyje, edhe e vladin tanë, edhe Allah ka përkon i knash për ju. Ma bani halal, se ndoshta e vanohra, ndoshta pak është ftoft, kur nuk unë ku me ditë se sa. Dhe me nga thonë qdo njoni prej neve, hajde dalë për shetit mi pak. Hec mi pak, ndoshta shetit mi 10 dakit, 20 gjësore zbon nami. A o mërdhin, asu mërdhin, të shetit. Hajde dalë mi pim në i kafe, në i makjatën, valovi ndoshta se kemi gajë. Po subhanallah, shetani kuron për të mirë që në beq. Që su përvojë, livri, mosh më në tënë ku me ditë se shka, pse shetani s'ka qefti me nejtë tonë. Shetani do sa ma shpejt me të i qafë me ndarë për jashta, edhe me po gjuna. Qashtu të shetani? Por unë e shpresoj edhe mendoj që nuk e kam banu ashtu që me kalbu më në të një. E dhësë Allah Gjeleshanu që ata cilët kanë vendosë për me e festu këtë natë, sante të thujtë, prej sante. Jo për bogjë, po për Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe kam se vatë mune, edhe unë alhamdulillah nëse i ke mërë këshillat e mija, edhe unë kam se vatë. Por edhe ti ki se vatë ma shumë se unë. Se ti me e po haramin, me e po të ndalumen, me festu t'i shka që ka nuk është e jotja, e ki haram ndalume, une apet hinë se vatë, por ti dhe thotë Zotin a lutin në gjehenem dhe të nosh për atë haram që e ke po. E dhësë Allahum që të vetisomi ka e mirë. Masi që po e dina që është haram dhe nuk o feste jo, të largomi dhe mos të festojna. Ti mësojna të tjerë. Elhamdulillah gjemot, mashallah, të sotosh. Nëse çdo njoni prej neve, shkojmë familje tona, për ma shembull ka 7 antarë çdo njoni prej neve. Elhamdulillah, po gjani një shumë e madhe është prej atyne që nuk e festojnë son të kanifitin e vetë. Se e ke mësu për të mirë. Ka 7 antarë, 200 vejtë, më gonë 1400 vejtë, ka shanek son të elhamdulillah nuk e festojnë këtë e vetë. Po dhe në gjami tjerë, se jam veqone që jam të kalcu. Kanë kalcu para me shumë hoxhallar. Por edhe sot kalcojnë shumë hoxhallar, nëse të gjithë populli vetë disohen dhe largohen prej këtyre festave jo islame, atëherë dhe të qka kemi me pas në dimën dhe knasin e Allah të pranishëm. E thullu hadha l-qawm, wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.